ndodhë një stroke, aksident, që e kurban, në një sadakaja apo kurban. Do thot nëse ndodh ndonjë aksident, do thot këtë qëllim të ketë sadaka të jetë si lloj parandalimi apo pasi që të ndodh. Pasi që të ndodh aksidenti, pasi që të ndodh aksidenti, më së pari muslimani kur t'i ndodh ndonjë fatkeqësi, do të thot inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Janë besimtarët janë ata të cilët kur t'i ndodh ndonjë fatkeqësi, ndonjë musibet, thon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne i takojmë Allahut dhe ne vërtet te ai do të kthehemi. Ne vërtet te ai do të kthehemi. Kështu do të veproj besimtari. Pastaj atje jepet sadaka apo diçka. Sadaka është gjë e mirë, nga se me sadaka largohet hidhrimi i Allahut subhanahu wa taala. Sadakaja, çka ka në hadith vërtet që Allahu largon, robi e largon hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala përmes sadakas. Edhe ka në hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë në hadith të vërtet që shembulli i sadakas është sikur shembulli i një njeriu të cilin e ndjekin mbrapa armiqtë e tij don ta vrasin, t'ja heqin kokën, ai thot, unë thot e shpaguaj veten time me pasuri, të pakta apo të shumt. Të pakta apo të shumt. E thot ashtu thot e ndihmon veten e tij, thot, edhe shliron veten e tij. E shliron veten e tij përmes sadakas. Pasi të ndodh e keqja, besimtari duhet të shikojë në vetveten e tij. Më së pari të kthehet te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj të shikoj se pse ka ndodhur. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Thot Allahu kur ka përmend thot në betejën e Uhudit, thot kur ju ka goditur një goditje e ju paraprakisht keni marr dy fishin e asaj që ata ju kanë godit juve. Dy fishin e asaj që ju kanë godit juve. Nga se në betejën e Uhudit janë vrarë 70 nga sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa në betejën e Bedrit që ka qenë më herët, muslimanët kanë vrarë 70 prej mushrikëve dhe i kanë marrë rob 70 tjerë. Do dy fishin e asaj që i kanë ndodhur muslimanëve, muslimanët e kanë marrë te mushrikët më herët. Thot Allah thot kul huwa min indi anfusikum. Kjo është ai për juve vetëve të juaja. Për vetëve të juaja. Prandaj besimtari kur ndodh fatkeqësia, duhet të kthehet te vetvetja e tij. Të shikojë se ku ka gabim. Ku ka lënë keq diçka nga feja e Allahut, kujt i ka hin hak, kujt ne ka bërë veprim të keq, çka nga urdhrat e Allahut ka lënë mbrapa, çka nga urdhrat e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ka lënë mbrapa, se në betejën e Uhudit një herë se me një gjë se kanë dëgjuar sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një urdhër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë çndroni këtu në këtë kodrën e shizhetarëve, ka thënë çndroni aty e mos lëvizni. E ata nuk i kanë bën një urdhri. Kjo urdhër ka qenë shkaktar që ka mujt me pasu humbje të thellë muslimanë, mirë po Allah i ka shpëtu. Mirë po një mosbindje fjalës pejgamberit sa më ka ndodhur. E çfarë bëjmë ne? Se cilët natë e ditë nuk i bindemi fjalëve të Allahut as pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Duhet të përmirësojmë vetveten tonë. Vetveten tonë. Allah di më së miri.